Koment i Ungjillit. Të dashur më Krishtin, sot në Ungjillin sipas Joanit lexojmë nga kapitulli 16, vargjet 15-23. Vargu 15 thot: Gjithsa ka ati janë të mijat, prandaj dhe thash se do të marr prej simes dhe do t'ja tregoj juve. Zoti Krisht ishte duke folur me apostujt dhe përsëri po tregonte barazinë e tij me Atin. Duhet të dim dhe kemi thënë dhe tjera se Ati është i barabartë me birin. Duhet të dim dhe kemi thënë dhe të tjera se biri është i barabartë me Atin. Pra, atributet hynore të Atit janë dhe atributet hynore të birit. Ai është i vetëm lindur i Atit, është perëndi prej perëndie, është dritë prej drite. Prandaj edhe Shpirti i Shenjtë, i cili buron nga Ati, por do dërgohet tek apostujt me anë të birit, do t'ju tregonte apostujve për sosmërinë e lavdishme të birit, për shërbesën e tij, do t'ju tregonte për gjitha fjalët që kishte thënë dhe veprat që ai kishte bërë. Prandaj edhe Zoti Jezu Krisht thot, ai do të marr prej simes. Edhe pak dhe nuk do të më shihni, dhe përsëri edhe pak do të më shihni, sepse unë po shkoj tek Ati. Zoti Krisht po fliste për atë pak kohë që kishte mbetur, kur ai do të shkëputej nga apostujt e tij dhe do shkonte vullnetarisht në pësimet e tij, në kryqëzim edhe në vdekje. Prandaj dhe thot, dhe nuk do të më shihni. Pra ata nuk do ta shikonin atë për 3 ditë, kur ai do t'i jepej në vdekjen vullnetarisht dhe do të varrosej, por mbas 3 ditësh do të ngjallej. Prandaj dhe thot, edhe do të më shihni, sepse unë po shkoj tek Ati. Pra rruga që do bënte Zoti Jezu Krisht për të shkuar tek Ati, do të ishte nëpërmjet kryqëzimit dhe ngjalljes së tij. Vargu 17 thot: Atëherë disa nga nxënësit e tij tha njëri tjetrit: Ç'është kjo që na thot? Edhe pak dhe nuk do të më shihni, edhe përsëri dhe pak e do të më shihni, dhe se unë shkoj tek Ati. Thoshin pra, ç'është kjo që thot edhe pak dhe nuk dim se ç'flet. Patjetër që nxënësit ishin njerëz dhe si njerëz e kishin të pamundur për të kuptuar domethënien e fjalëve të Perëndi njeriut Zotit Jezu Krisht. Ai ishte, siç thash, duke folur për vdekjen e tij dhe për ngjalljen e tij. Por ata ishin dhe keq kuptuar, sepse nëse kujtojmë në kapitullin 16, në vargun 10, përsëri Zoti ju kishte thënë atyre se ai po shkon tek Ati dhe nuk do të më shihni. Por në këtë varg Zoti ishte duke thënë apostujve për ngjalljen e tij, pra që ata do ta shikonin përsëri kur ai të shfaqej i ngjallur. Dhe këtë e kemi tek veprat e apostujve ku na thuhet: Atyre pasi pati vuajtur, ju paraqit i ngjallur me shumë prova bindse, duke parë prej tyre për 40 ditë dhe duke folur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Le të ndalojmë pak edhe në vargun 18 që thoshin pra, ç'është kjo që thot edhe pak, nuk dim se ç'flet. Siç thash, pra apostujt nuk mund të arrinin dot të kuptonin domethënien e fjalëve të Zotit dhe kishin një konflikt në mendjen e tyre dhe thonin nuk din se ç'flet. Kjo ndodh shpeshherë edhe me neve kur lexojmë shkrimin e shenjtë. E kemi shpeshherë të pamundur për shkak të mendësisë tonë njerëzore që të kuptojmë të gjithë konceptin dhe të gjithë domethënien e fjalëve që ka thënë Zoti Jezu Krisht. Prandaj, leximi i shkrimit të shenjtë duhet bëhet me një frym të përulur. Ne nuk duhet besojmë mendjes sonë, por duhet i nënshtrojmë mësimit të kishës, sepse interpretimin e saktë të fjalëve të shkrimit të shenjtë e jep Shpirti i Shenjtë. Dhe Shpirti i Shenjtë është ai që na jep domethënien e vërtetë të këtyre fjalëve dhe Shpirti i Shenjtë qëndron në kishë. Prandaj, neve duhet ta shohim kontekstin e shkrimit të shenjtë nëpërmjet mësimit të kishës. Vargu 19 thot: Jesu i pra kuptoi se donin ta pyesin dhe u tha atyre: Për këtë diskutoni njëri me tjetrin, se thash edhe pak dhe nuk do të më shihni, edhe përsëri edhe pak e do të më shihni. Përsëri në këtë varg duket gjithë dituria e Zotit Jezu Krisht, që si Perëndi i di të gjitha mendimet e fshehura të njerëzve. Prandaj ai i jep një përgjigje dhe këtë kemi në vargun 20. Me të vërtet po e them juve, se ju do të qani e do të lorini, por bota do të gëzohet dhe ju do të hidhëroni, por i dërimi juaj do të kthehet në gëzim. Pra, Zoti nuk jep një përgjigje direkte për pyetjen e tyre edhe pak, por ju tregon për atë gjendje që ata do të provonin kur ta shikonin atë
të kryqëzuar edhe të vdekur si njeri. Ata patjetër do të qanin, dhe këtë ne e dim se si apostujt vajtonin, do të ulërinin, dhe këtu e kemi të gratë mirapurse të cilat qëndruan në këmbët e Krishtit dhe qanin me ulërim, pra me një dhimbje të madhe për kryqëzimin dhe vdekjen e tij në kryq si njeri, dhe bota do të gëzohet. Patjetër bota, këtu flet për botën e mëkatit dhe flet për ata njerëz të cilët ishin shkaktar dhe dhanë urdhër për kryqëzimin e Zotit Krisht, pra ishin skripët, farisejt, judejt, pra ata antarë të Sinedrit, por dhe populli që i shkonte mbas, por ishin dhe autoritetet romake, të cilat u gëzuan për kryqëzimin e tij dhe nuk pushuan deri në fund duke mallkuar dhe blasfemuar. Por hidhërimi juaj do të kthehet në gëzim. Pra Zoti Krisht thotë që ky hidhërim nuk do të jetë gjithmonë, por do të jetë i shkurtër dhe të gjithë të hidhërim do ta përmbys gëzimi. Dhe vargu 21 thotë: gruaja kur lind ka hidhërim, sepse erdhi ora, po si të lind foshnjën, skujton më shtrëngimin për gëzimin që lindi një njeri në botë. Pra ashtu si një grua e cila vuan, por sa po lind foshnjën e saj, ajo haron të gjithë vuajtjet me një shpejtësi shumë të madhe, sepse ka përpara saj fëmijën e saj, kështu edhe ky hidhërim do të largojë shumë shpejt sa po Zoti Jezu Krisht të shfaqej i ngjallur përpara apostujve. Dhe ju pra tani keni hidhërim, po përsëri do t'ju shoh dhe zemra juaj do të gëzohet dhe asnjë nuk e ngre gëzimin tuaj prej jush. Pra, Zoti Jezu Krisht tregon që ju tani keni hidhërim dhe ky hidhërim kishte filluar që në këto çaste tek apostujt, kur ai ishte duke treguar atyre për largimin e tij dhe do të arrinte kulmin ky hidhërim kur ta shikonin atë në kryq, por përsëri do t'ju shoh, pra flet për ngjalljen e tij dhe atëre zemra juaj do të gëzohet dhe asnjë nuk e ngre gëzimin tuaj prej jush. Pra ne dim që apostujt mbasi e pan të ngjallur Zotin Jezu Krisht, ata u gëzuan në zemrën e tyre dhe ky gëzim beti gjithmonë. Ishte një gëzim i cili nuk u fashit edhe përpara vështirësive, provave, edhe torturave, edhe përpara vdekjes që ata pësuan nga që pohonin se Jezu Krishti është i ngjallur prej së vdekurësh. Pra, mund të themi se edhe sot ky hidhërim mbetet tek nxënësit e Zotit, pra tek krishterët, sepse shikojmë që bota e mëkatit i ri kundër Zotit Krisht dhe kishës së tij. Pra, ndjejmë një lloj hidhërimi për këtë mohim që bëhet. Por ashtu si Zoti Krisht u shfaq tek apostujt dhe e largoi këtë hidhërim dhe ju dha gëzimin, edhe neve, që presim ardhjen e Zotit Krisht, kemi brenda vetes këtë gëzim, i cili është një gëzim që Zoti është i gjallë, por një gëzim që Zoti do të vijë përsëri me lavdi. Dhe kur ai të shfaqet, ky gëzim do të jetë për herë me neve dhe asnjëherë nuk do të merret prej nesh, kurse bota që sot gëzohet, këtë gëzim e ka të çastit, e ka të shkurtër, sepse bota e mëkatit me ardhin e Zotit Krisht do të hidhërohet dhe ky hidhërim do të mbetet për jetë tek ata. Edhe në atë ditë nuk do të lypni asgjë për me të vërtet po e them juve, se sa të lypni atit në emrin tim, do t'ju jap juve. Pra, Zoti Jezu Krisht flet që apostujt sa ishin me Zotin Jezu Krisht i bënin pyetje atij dhe ai i jepte përgjigje. Por do të vi koha që ai nuk do të ishte më fizikisht me ata dhe ai do të ishte pra i ngjitur në qiell. Por ata nuk do të shkëpusin një marrëdhënie me Zotin Jezu Krisht, por do të luteshin në atin Perëndi në emër të Jezu Krishtit dhe nëpërmjet Shpirtit Shenjtë që buron nga Ati dhe dërgohet nga Biri tek apostujt, ata do të merrnin përgjigjet të pyetjeve të tyre. Ashtu siç na thot edhe ungjillori Joan në letrën e tij. Sa për ju, vajosja që keni marrë prej tij qëndron në ju, dhe nuk keni nevojë që ndokush t'ju mësoj, por duke qenë se vajosja që ati ju mëson çdo gjë dhe është e vërtet e nuk është gënjeshtër, qëndroni në atë ashtu sikurse ju mësoj. Dëgjuat komentin e Ungjillit.